Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Receta me aspirin që ju heq 10 vite nga fytyra, ja si ta përgatisni. Aspirina është një qetësues i cili përdoret më shumë për të gjitha problemet e imunitetit. Zakonisht u jepet personave të cilët vuajnë nga problemet kardiovaskulare për shkak të vetive antiinflamatore që ajo bart. Por duke lënë më një anën pozitive që ka për shëndetin, ajo gjithashtu mund të përdoret në fushën e kozmetikës për shkak të avantazhit të saj. Substancat kryesore të saj, nga e cila përbëhet acidi salicylik, ka veti të mrekullueshme dhe është armiku kryesor i puçrave, akneve, njollave të errta, problemeve të poreve të tjera. Sipas Brightside, në këtë video do të rëndisim disa maska natyrale që mund t'i përgatisni në kushte shtëpie me përzierjen e aspirinës. Maska me aspirin, kos dhe mjalt. Kjo maskë është shumë e thjeshtë për të përgatitur dhe ka veti të mira për pastrimin e fytyrës nga puçrat dhe njollat e zeza. Kjo përzierje do ju japë gjithashtu një hidratues shumë të mirë për fytyrën tuaj, duke i dhënë kësaj të fundit një pamje rrezullice dhe do të rregullojë kompleksin e fytyrës. Përbërësit që u duhen në këtë rast janë 5 aspirina, gjysmë lugë me mjalt, 1 lugë me kos. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Thërmoni aspirina në një enë dhe shtoni në të kosin dhe mjaltin, i përzieni mirë dhe aplikoni në fytyrën tuaj, pasi ta keni larë me ujë të vakët me qëllim që të hapen poret. Mbajeni maskën në fytyrë për 20 deri në 30 minuta, më pas e shplani fytyrën me ujë të pastër dhe mbyllni poret, duke larë fytyrën me kremin tuaj të zakonshëm hidratues. Kështu do të keni përfitimet më të mira edhe kundër problemit të akneve të fytyrës. Janë të njohura cilësitë e saj qetësuese, por ajo që dihet më pak është fakti që aspirina shërben edhe si një përbërje bazë për maskat e fytyrës, një nga maskat më të suksesshme me përbërës natyral. Kimikisht aspirina ka ngjashmëri me acidin salicylik, i cili ndihmon lëkurën në pastrimin e thellë të saj. Kështu, përdorimi i përjapshëm i aspirinës dhe maskave me aspirin përmirëson edhe përgjithmonë përbërjen e lëkurës. Lehtëson në rrulla dhe zvogëlon poret, por në mënyrë të rregullt do të parandalojë edhe krijimin e akneve të tjera. Në këtë video do ju tregojmë me 2 maska me bazë aspirine që do t'japin efektet më të mira për lëkurën brenda 30 minutash. Janë të thjeshta në përgatitje dhe me rezultate magjike. Fytyra juaj do t'jetë më e pastër, e butë dhe më e lëshuar. Maska me aspirin në mënyrë të veçantë janë të dobishme për lëkurën e yndyrshme, lëkurën mikse dhe atë me akne. Maska numër 1. Efekti do të ndihet direkt pas 30 minutash. Përbërësit që u duhen në këtë recet janë 5 aspirina, 2 lugë gjedhe me mjalt, 1 lugë gjedhe me kos. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Lani fytyrën me ujë të ftohtë më parë, pastaj vendosni një pecet në mikrovalë dhe e ngrohni për 30 sekonda. E aplikoni në fytyrën tuaj për 10 minuta që të hapë poret. Shtypni tabletat e aspirinës dhe i përzieni me përbërësit e tjerë. Pastër derisa të krijojë masën homogjene, aplikoni në fytyrë dhe e lini për 30 minuta. Më pas, shplani fytyrën tuaj me ujë të ftohtë dhe mund të aplikoni kremin hidratues. Maska e dytë. Përdorni 2 deri në 3 kokra dhe 2 lugë me ujë. Përzieni me 1 ose më shumë nga këto përbërës të poshtëm natyral, duke i shtuar gjysmë lugë vaj ulliri, kos, xhel aloe vera, argjil ose mjalt. Maska nuk ka shumë rëndësi. Thjesht përdorni përbërësit që keni në dispozicion në një maskë me të cilën mund të mbushni mirë dhe të mbuloni fytyrën. Përzieni mirë të gjithë përbërësit. Përhapni një shtresë të hollë në fytyrë dhe e lini të thajt për gati 15 minuta. Hiqeni duke fërkuar me lëvizje rrethore të buta dhe me një pastrim më të mirë dhe shplani gjithashtu fytyrën tuaj me ujë të vakët. Në të dyja rastet me aspirin, pasi të hiqni maskat, hidratoni lëkurën me krem. Rekomandohet gjithashtu edhe krem i cili do t'i jap edhe një përfitim më të mirë që cilësohet ai i argëve të kërmillit, siç është snail krem. Pasi ka veti edhe të mbush poret e zmadhuara ndërsa neutralizon aknet, shenjat e moshës, gjithashtu edhe përmirëson rrullat.
Edhe nëse nuk e përdorni çdo natë, të paktën përdoreni sa herë bëni banjo të plota pasi do ta mbajnë fytyrën të hidratuar, mbajnë larg rrullat deri në një larje tjetër. Ka efekte maksimale në kohë afatgjatë. Serumi me jargët e kërmillit ka efekte të cilat arrin të lehtësojnë rrullat dhe mund t'i japin gjithashtu përfitime më të mira lëkurës suaj. Duke i përdorur këto maska me aspirin në dietën tuaj, kështu do të keni përfitime më të mira për shëndetin e lëkurës. Maska me aspirin dhe limon. Kjo është një maskë perfekte kundër rrullave. Gjithçka që ju duhet është 3 kokra aspirin, 3 lugje me lëng limoni. Si fillim, thërmoni aspirinën dhe hidheni sipër lëngut të limonit. I përzieni bashkë dhe vendosni pastën në fytyrë për 10 minuta. Më pas e lani fytyrën tuaj me ujë të bollshëm dhe të pastër, do të keni një hidratim më të mirë të shëndetit të saj. Maska me aspirin kos dhe mjalë gjithashtu mund t'jetë në anën tuaj pozitive të shëndetit të lëkurës dhe të mbajë gjithashtu larg komplikacione të ndryshme të saj. Kjo lloj maske shërben për të rigjeneruar totalisht lëkurën tuaj, për të parandaluar problemet të akneve dhe mbi të gjitha, për të dhënë rezultate më të mira në shëndetin e lëkurës. Aplikimi i kësaj recete në lëkurën tuaj do ta mbajë atë më të shëndetshme. Ajo që ju duhen janë 5 kokra aspirin, një lugë gjedhe me kos dhe gjysmë lugë gjedhe mjalt. Thërmoni aspirin dhe i përzieni të gjitha produktet bashkë duke krijuar një masë homogjene. Në fillim vendosni një copë me ujë të ngrohtë në fytyrë dhe e lini për disa minuta në mënyrë që të hapë poret e lëkurës. Më pas thani fytyrën, aplikoni kremin dhe e lini për rreth gjysmë ore. Më pas e lani fytyrën me ujë jo shumë të ngrohtë. Maska me aspirin dhe me ujë të ngrohtë. Maska me aspirin dhe me ujë të ngrohtë shërben kundër acarimeve të fytyrës. Ju duhen 3 kokra aspirin, 3 lugje me ujë mesatar të ngrohtë. Thërmoni kokrat aspirinës dhe i trazoni në ujë. Më pas e aplikoni maskën në fytyrën tuaj të pastër dhe e lini që të paktën të kushtojë asaj edhe 10 minuta trajtim. Kështu do të keni edhe më shumë përfitime dhe duhet ta largoni me ujë të freskët. Kjo është një mënyrë efikase për t'i dhënë lëkurës suaj një sër përfitimesh mbreslënse në parandalimin e njollave të saj. Aspirina është e njohur që përdoret në mënyrë efikase në trajtime të ndryshme. Ajo përmban gjithashtu acid salicilik që ndihmon në pastrimin e fytyrës deri në thellësi dhe largimin e komplikacioneve të poreve, të qelizave të vdekura dhe gjithashtu e mban shëndetin tuaj të lëkurës të mbrojtur dhe parandalon komplikacionet e saj. Eviton puçrat, aknet dhe pikat e zeza të lëkurës. Për të përgatitur këtë përbërje do ju duhen ujë dhe 5 kokra aspirin. Grimconi kokrat e aspirinës në një enë të vogël dhe shtoni disa pika ujë. Aplikoni butësisht në fytyrë dhe bëni kujdes me pjesën e syve. E mbani në lëkurën tuaj për të paktën 20 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Kjo recetë është fantastike kundër njollave të diellit ose dhe shenjave të ndryshme të lëkurës. Në fund të fundit lëkura juaj do të jetë më e pastër, më e shëndetshme dhe do të evitoni gjithashtu edhe problemin e rrullave dhe të akneve. Aplikimi i këtyre recetave në kushte shtëpie do të japë rezultate të kënaqshme në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Për të nisur me përgatitjen e këtij trajtimi, do ju këshilloj që të zgjidhni aspirinë të thjeshtë, që nuk përmban përbërës të tjerë përveç formulës së tyre të zakonshme. Kështu, përdorimi i saj do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e lëkurës dhe evitimin e komplikacioneve. Metodat me përdorimin e aspirinës do ta bëjnë më të lehtë që të keni përfitime më të mira ushqyese në shëndetin e lëkurës, të evitoni gjithashtu komplikacionet e tyre dhe të siguroni një mbrojtje më efikase të saj. Aplikimi i tyre do ta mbajë lëkurën më të shëndetshme, por gjithmonë duhet të konsultoheni me një ekspert në rast se vuani nga alergji të ndryshme nga përdorimi i aspirinës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.